Horoskopi e hënë 8 qershor 2026. Dashi, këtë periudhë mendja dhe shpirti yt ka nevojë për pak qetësi. Mos vrapo pas punëve të mëdha, se gjërat më të bukura do të vinë përmes aktiviteteve të thjeshta dhe çlodhjes. Edhe pse mund të duket sikur po rri, në fakt mendja jote po punon me xhiro të mëdha dhe po ve rregull në çdo cep të jetës. Një bisedë e shtruar dhe me këmbë në tokë me një mik të vjetër do të ngrohë zemrën dhe do të ndihmojë të shohësh të ardhmen me më shumë siguri. Ndryshimet e vogla që po bën çdo ditë, pa u nxituar, do të japin mbarësi më vonë. Hap sytë dhe dëgjo shenjat që po të jep rrethi yt, sepse po nxitove mund të humbasësh. Ka mundësi që këto ditë do të flitet edhe për ndonjë borxh apo ndarje parash me të tjerët. Ngjyra me fat e kuqe. Koha me fat është pasdite e vonë. Demi. Sot hëna ka vendosur të kujtoj punën, detyrat dhe planet e mëdha të jetës. Nëse ditët e fundit ke dalë pak nga rruga apo ke përtuar, tani është momenti i duhur për të futur në shinat e tua. Ke dëshirë të mbledhësh dhe të ndërtosh diçka tënde. Njerëzit rreth teje po të dëgjojnë me respekt. Në rrethin tënd shoqëror po tregon më shumë pjekuri dhe kjo do të shpërblehet shpejt. Do të kuptohesh më mirë me njerëzit dhe do të kesh një durim që rrallëherë gjendet. Nëse e përdor këtë qetësi, sot ke për të mbaruar aq shumë punë sa s'do ta besosh as veten. Merru me gjëra praktike. Ngjyra me fat e verdhë dhe hapur. Koha me fat 9 deri në 10:30 paradite. Binjakët. Hëna sot ka vendosur të kujtoj punën, detyrat dhe planet e mëdha të jetës, si dashur binjak. Nëse ditët e fundit ke dalë pak nga rruga apo ke portuar, tani është momenti i duhur për të futur sërish në shinat e tua. Ke dëshirë të mbledhësh dhe të ndërtosh diçka tënde dhe njerëzit rreth teje po të dëgjojnë me shumë respekt. Në rrethin tënd shoqëror po tregon më shumë pjekuri dhe kjo do të shpërblehet shpejt. Do të kuptosh më mirë njerëzit dhe do të kesh një durim që rrallëherë gjendet. Nëse përdor këtë qetësi sot, ke për të mbaruar aq shumë punë sa dhe vetë nuk do ta besosh veten. Merru me gjëra praktike. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat 9 deri në 10:30. Gaforja. Sot shpirti yt ka etje për gjëra të bukura dhe të larta. Të vjen krejt natyrshëm të ndihmosh të tjerët dhe të bashkëpunosh me çdo që të kërkon ndihmë. Në pjesën e punës apo ndonjë projekt që ke nisur prej kohësh, do të vinë ide të shkëlqyera dhe gjërat do lëvizin përpara. Ti ke nevojë që puna që bën të ketë vlerë dhe kuptim, jo thjesht të kalosh radhën. Kjo gjë po të ndihmon të kuptosh se çfarë do vërtet nga jeta. Me njerëzit dhe e kesh muhabetin e shkurtër dhe të pastër sot. Është ditë ideale për të folur për gjëra që të rëndonin për të sqaruar keq kuptimin. Ngjyra me fat e bardhë. Koha me fat 16 deri 17:30. Luani. Sot do të ndjesh një ngrohtësi të madhe në shpirt. Qoftë duke ndenjur me një njerëz të shtrenjtë apo edhe duke ndenjur në vetminë tënde në qetësi. Kur të mbushet mendja për diçka, sot ke për t'i dhënë të gjithë fuqinë asaj pune. Njerëzit po të duan dhe po të afrohen sepse po tregon shumë sinqeritet dhe butësi. Janë ditët e duhura për të bërë disa ndryshime të vogla për të sigurta në jetë. Nga ato që zgjasin në kohë dhe nuk prishin të nesërmen. Ke vendosur që problemet t'i zgjidhësh nga rrënjët dhe do ta arrish. Kjo gjë do të heqë një pjesë të madhe të stresit. Fali ata që të kanë lënduar dhe shi punën tënde. Ngjyra me fat e artë. Koha me fat 11:30 deri 13. Virgjëresha. Për ty sot në plan të parë janë lidhje dhe njerëzit me njeriun e zemrës. Është momenti i duhur në këtë muaj që t'i japësh rëndësi atyre që të rrinë pranë. Ke gjetur një ekuilibër shumë të bukur mes dëshirave të tua dhe dëshirave të tjetrit. Sot mbretëron harmonia, miqësia dhe bisedat me shpirt të hapur. Nga ana tjetër, ke shumë vullnet për të qenë produktiv. Edhe sikur një punë e vogël të bësh, ti do ta bësh sikur ke hequr një barë të madhe. Ke fituar një pjekuri që të ndihmon t'i shohësh gjërat siç janë, ndaj çdo zgjidhje që do t'i japësh sot do të jetë në një afat të gjatë. Punët e tua po ecin përmbar. Ngjyra me fat gri, koha me fat
13 deri 14:30. Peshorja. Mendja jote sot është e mbledhur dhe e vendosur për të vënë rregull në çdo gjë, e dashur peshore. Të vjen dorësh që po ti mbaron punët pa u lodhur dhe me shumë lehtësi. Edhe pse ti je fokusuar te gjërat praktike të shtëpisë apo punës, do ta ndjesh një rritje dhe një pjekuri të madhe në marrëdhëniet e tua me të tjerët. Duke e mashtruar dhe duke menduar mirë çdo hap, po fiton më shumë besim te vetja. Sot dita që të kujton se problemet duan kohën e tyre të zgjidhen, ndaj mos nxito. Të ulesh të flasësh me mikun apo partnerin për gjërat që vlerëson më shumë në jetë do të sjellë shumë paqe në shpirt. Ngjyra me fat është blu, koha me fat 8:30 deri 10 paradite. Akrepi. Hëna sot po të fton të merresh me gjërat që të kënaqin shpirtin, me fëmijët, me dashurinë, si dhe me pak qef. Je i përfshirë me zemër në gjërat që të pëlqejnë dhe besimi yt tek vetja ka arritur maksimumin. Edhe bota sot të duket më e bukur se kurrë. Ke nevojë të ndihesh i frymëzuar dhe po e gjeta të shkëndij, je i gatshëm të bësh mrekullira. Mund të bësh disa takime ose njohje shumë të rëndësishme përmes punës ose duke u kujdesur për shëndetin tënd. Je plot energji, por në të njëjtën kohë i qetë dhe me këmbë në tokë. Besimi që ke për një projekt do të çojë larg. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 6 deri 7:30 në darkë. Shigjetari. Yjet sot po të shtyn të kërkosh ngrohtësinë e shtëpisë dhe rahatin tënde. Është një ditë e mirë për të sjellë pak paqe dhe rregull në familje. Aktivitetet e thjeshta si pushimi dhe gjërat pa luks janë ato që do të mbushin me gëzim. Ke nevojë për punë që kanë vlerë, ndaj po i kushtohesh më shumë ndonjë pasioni apo hobi që ke. Edhe pse po kërkon të gjesh qetësinë tënde sot, je i gatshëm të punosh fort për një qëllim të veçantë. Nuk po nxiton dhe kjo po të ndihmon të ndihesh i sigurt. Është moment i bukur dhe për të forcuar lidhjet me të afërmit, duke kujtuar histori të vjetra dhe nostalgji. Ngjyra me fat blu dhe jeshile, koha me fat 15 deri 16:30. Britsjapi. Hëna sot po të ndihmon shumë në fjalët që thua dhe mënyrën si komunikon. Edhe pse në mëngjes mund ta kesh pak të vështirë të mbledhësh mendjen, si të ecë dita më tej, do të shohësh që do të vinë lajme të mira dhe do të afrohen njerëz që të ndihmojnë. Sot është një ditë me muhabete të këndshme dhe ide që të ndezin trurin. Do të ndihesh i vlerësuar nga të tjerët dhe do të kesh atë aftësinë që të zgjidhësh problemet një nga një pa u stresuar. Të vesh rregull në shtëpi apo në rutinën e punës do të jap shumë kënaqësi. E rëndësishme është që nuk po kërkon të pamundur nga vetja. Ngjyra me fat kafe, koha me fat pasdite. Ujori. Sot hëna po të kujton xhepin dhe gjërat praktike i dashur ujor. Mendja të rritë e parat, e pronat, e punët e biznesit. Ndoshta thjesht ke nevojë për më shumë siguri dhe rahati në jetën tënde. Po i more gjërat shtrur dhe me qetësi, si me njerëz, ashtu dhe në punë të shtëpisë ke për të nxjerrë fitim të madh sot. Ti e di mirë se sa peshon fjala jote dhe si mund të ndërtosh të ardhmen thjesht duke folur siç duhet me të tjerët. Të kryesh obligimet e tua sot të jep një ndjesi shumë të mirë çlirimi. Dita është plot pjellori për ide të reja dhe për të marrë me ato punët që vërtet kanë rëndësi për ty. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është në mbrëmje. Peshqit. Hëna ka hyrë dhe po qëndron në shenjën tënde, duke të ndezur emocionet flak. Ke shumë dëshirë të lëvizësh, të takosh njerëzit dhe të mos rrish vetëm. Ke një energji të mrekullueshme për të lidhur me të tjerët dhe ke për ta gjetur gjuhën e përbashkët. Sot dëshirat e tua janë të para dhe njerëzit po të shohin me sy shumë të ëmbël dhe me adhurim. Ke nevojë që të kuptojnë dhe të pranojnë ashtu siç je. Gjithashtu ke një forcë të madhe për të shkuar problemeve deri në fund. Po i pe gjërat me ndershmëri do dalësh i fituar. Ke dorë të mirë përpara sot dhe mund të zgjidhësh diçka të madhe në shtëpi. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat 17 deri 18:30.